e vendosa këtë se më ka bërë shumë përshtypje. Këto janë gjithë ato kodet, ë? Po. Kodi shifror që transmitohet, sepse çdo grup që dërgohej, radio. Jo, në radio. Çdo grup që dërgohej kishte me vete edhe një radist dhe një radio. Po. Dhe radisti njifte kodin shifror. Dhe këto janë mënyra se si grupe 5, që shikon nga 5 shifra. Ja të marrë parë, 1-3-8-9, po. Kush që ishe këtu? Ajo fjala vjen iki, shkoj. Edhe ai pi. Shkova. Vazhdon me tjetrën. Po. Kjo ka vazhduar edhe më vonë, se nga gjitha ato që ti ke votuar, kjo ka bërë shumë përshtypje. Po, këto janë kodi shifror. Këto ju kapën. Dhe mbas ju se kjo ka rëndësi të madhe. Ju kapën aty radistit, ë? Po. Po dhe? Dhe u deshifruan. U muar një radisti joni, po, i cili nga sa të lexoj nga dokumentacioni, po data që e ka njohur fizikisht, a që një oficer ish partizan që ishte marrë me radio gjatë luftës dhe që njifte këto kodet shifror, që i qëndronte afër për të thënë e transmeton, sepse e bën shkrimin, informacionin dhe pastaj informacionin, për shembull, nesër do të shkojmë në filan bazë sekrete dhe do të takojmë filanin. Dhe ai e bënte me numra. Dhe bëni të dy me numra. Dhe oficeri i qëndronte mbi kokë radistit, se njihnin mënyrën e transmetimit ata të dorës. Do të një radist e njeh dorën e radistit. Dhe nëse futej një oficer për ta bërë këtë, s'është radisti. S'është ai, ë? Po patjetër. Do të dallonin, ë? Po patjetër. Refiku ka thyer dorën. Po gjithatë janë studiuar atëherë. Punon me dorën e majt. Bile, domethënë, kjo ishte çelësi që u bë ajo që quhej radioloja. Radioloja e madhe. Po. Këto janë të tejkaluara. Do të them një gjë interesante të vogël për këtë, për kuriozitet. Gjatë kohës që qëndronte oficerët tanë, sepse ata shpesh kishin orë caktuar kur ndërlidheshin me radio. Dhe në orën e caktuar futeshin në valë dhe fillon porinin sepse mund të kishin edhe takime jashtë radhe. Sepse grupe që ndiqeshin vazhdimisht. Dhe një momenta duke kontrolluar me këtë ma kanë thënë është e pasqyruar dhe në dokumenta, kapën një transmetim, transmetoi po jo për ta, për dikë tjetër, dhe thanë mos është në një grup tjetër në Shqipëri që nëse dim, në fakt, që ishte? Baza e tyre e britanikëve transmetonte për një grup që ishte në territoret bullgare. Këta i deshifruan të gjithë dhe thrasin ata të ambasadës bullgare. Ja thonë? Po, i thotë urdhërën, thotë se keni një grup në filan vend, në filan orë kështë nodur këtu. Dhe nesër takimi do të jetë dhe gjetë në kapën ata. Do në kim filmi për Bullgarinë? Po. Në shqiptari ishte kim filmi për... Po, ne nuk na kanë dhënë asnjë gjë. Të them dhe një gjë të thjeshtë fare, sepse ka shumë argumente që s'është kim filmi. Më lejo dhe një gjë të thjeshtë fare. Në shkollën Gjergjinski në Moskë, ku përgatiten kuadrot të shërbimit sekret, kanë mbaruar dhe disa oficerë, tani nuk janë ata, pjesa me madhe kanë vdekur. Sa shqiptarë mbaruar në tje? Po, nuk e them do të me... Po, relativisht i madh numri? Jo, i madh, jo. Do të kenë qenë fjala vjen, themun 20-30, jo më shumë. Kaq. Kaq, ë? Kaq. Po? Dhe, midis tjera në dy nga ata që i kam respektuar për kulturën që kishin, midis tjera më ka thënë Perla Çavushi. Dhe, duke biseduar për këtë temë, kam thënë, më ka thënë një gjë, duke thënë që ja argumentet, ja dhe libra që provojnë dhe dokumentacion që provojnë që nuk kanë qenë. Edhe ai sigurisht pajtoi me vendimin tim dhe tha, shikon do të them vetëm një gjë. Në shkolla tjetër, kanë qenë të rritur, atje kanë qenë 24-25 vjeç kur kanë shkuar, tha këto shërbime sekrete në shkollat e tyre kanë disa dispensa, libra të praktikave të ndryshme, të ngjarjeve të ndryshme, që ja u japin studentëve edhe për kulturë të përgjithshme, çfarë ka ndodhur dhe si kanë marrë zgjidhje çështje delikate. Dhe thot midis të tjerave, aty na thonë që kur bënim një nga temat e këtyre, si mund të futen në kurthe grupe klandestine që futen në territor. Diversant. Po. I thot, shiko, kini 2 libra që përshkruajnë 2 operacione të mahnitshme, po. Dispensa, tamam, se s'po e gjeja fjalën. Që përshkruajnë saktësisht 2 operacione të shkëlqyera, të organizuara nga një shërbim i vogël, ndaj 2 shërbimeve shumë të mëdha. Çka tregon që kur një shërbim i vogël është i vendosur të ndrojë sovranitetin e vendit të tij dhe brenda shpirtit të tij ka një patriotizëm të palkundur, mund ta bëjë edhe mrekullira si këto. Merrini të 2 dispensa, kur i marrin ato ishin operacionet që kanë kryer. Këto i ka bërë shërbimi sekret shqiptar të shkruara këto. Domethënë janë ajo valuable kjo? Të dyja, valuable edhe fjen djalli. Valuable dhe fjen djalli. Po këtu flitet për operacione që kishin... Jeni duke thënë që një nga shkollat më të famshme në botë të shërbimit sekret, Gjergjinski, në Moskë, ka 2
po themi leksionet veçanta, 2 libra të veçantë për studentët, për operacionet e sigurimit shtetit. Po, më falë të them, po shiko, të më ndjesh me... Janë takuar, ose janë takuar dhe ish kolegët e mi, me shumë njerëz të shërbimeve sekrete perëndimore, por dhe lindore. Po të më falësh të them, po sigurisht nuk e shikoj që nga artikulimi dhe nga mënyra se si dhe çfarë dhe nga kultura e përgjithshme kush janë ata dhe kush jemi ne. Shikoj, jam në një moshë që boll modestinë, po jo, do të them edhe disa gjëra në shumë gjëra. Unë e shikoj se kulturë të përgjithshme kanë të tjerë. Nuk i nënvlerësoj kurrë, sepse edhe këtu ka nivele të ulta. Po shikoj edhe ato që i konsiderojmë si truri i inteligjencës e këto. Jo, janë njerëz Kadria Zbiu e mbaroi këtë shkollë Gjergjinski? Kadria Zbiu? Mbaroi, ka bërë Gjergjinski. Një vit ka bërë. Një vit, jo. Foto tjetër. Po të shpejta. Foto tjetër. Tani, 2 instruktorë shqiptarë që ndihmuan përgatitjen e agjentëve britanikë. Ihsan Toptani janë Diloj. Ihsan Toptani ishte gazetar i BBC-s, Po. Dhe ata e kanë përdorur për nevojat që kishin shërbimin sekret britanik. Jo diversant. Po, e kanë përdorur si për lëndë të veçanta dhe si përkthyes. Tani kush është Ihsan Toptani këtu? I kam unë aty këta dy ky këtu është britanik, ky këtu në qendër. Ky duhet të jetë. Ky këtu dhe ky këta dy të anës janë britanik. Jo, edhe ai brava duhet të jetë britanik. Po mundet. Po. Ky duhet të jetë Ihsan Toptani? Ai duhet. Ai me pamje ashtu. Okej, dhe janë i Dilo. Foto tjetër? Edhe grup diversantës. Ku janë? Ta janë në territori, kanë zbritur në territorin shqiptar dhe kanë bërë foto, si që shikon. Si mund të bëjnë foto në Po kishin me vete ata. Kur kishin radio, e ditë që ishte radio apo jo? Sa ishte radio në të? Sa peshonte? 9 kile. Po ishte radio e madhe. Bile, e ti si prodhoj energjia, se më pas u fut bateria. Po njerëzit duhet i dinë këto, se shpesh thonë me një fjalë me radio. Me një radio ai bënte kështu. Bile të them në... Ajo punonte me një kështu si biciklet, që prodhonte energji dhe pedal, bravo. Po, dhe i çonte energjinë dhe ai pastaj radio punonte të transmetonte, po. Më pas dolën bateritë. Bateritë, po.